Tani flasim pak për Blinin, si qëndroi aty gjatë gjithë mbledhjes, pati u ankuando pak, shpreu ndonjë protest të vogël që po qëndronte mami aty pa lëvizur gjithkohës, mos ndoshta kërkoi që ti të filloje ta shotisje nëpër sallën e mbledhjes aty, ndërkohë që të tjerët diskutonin për çështjet e Komisionit për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm. Sot u sol shumë mirë Blini, faktikisht ishte në gjumë gjithkohë, nuk u zgjua fare, edhe kaloi shumë mirë, pavarësisht se ishte një seancë relativisht e shkurtër. Ne duhet diskutonim më shumë mbi kalendarin dhe mbi organizimin e punës për 3 javët e ardhshme. Dhe sot u sol shumë mirë. Tani do ta shikojmë në vijim, pasi siç thash, deri në javën e 13 do ta kemi Blinin në përkëmb, kështu që do ta shikojmë. Por besoj që do jetë çuni mirë, se kështu duket, është i urtë. Jam kurioze, të di more shumë mesazhe sot në telefonin tënd, pasi kjo video filloi të shpërndahej. E vërteta është që nuk i kam hapur ende të gjitha. Pra ke marrë shumë. Kam marrë mesazhe, po plus që kam qenë, siç thash, në lëvizje, unë nuk ktheva nga Tirana, pasi unë nuk jetoj në Tiranë, unë jam deputete e Kavajës dhe jetoj këtu në zonën time, pra bëra rrugën, erdha, u mora pak me Blinin dhe ndërkohë po shikoja pastaj edhe mesazhet e tjera. Kështu që, po siç thash, ju e përmendët dhe emri i komisionit tonë është pikërisht Burimet Natyrore, Infrastruktura dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm. Zhvillimi i Qëndrueshëm është një kusht të cilin ne kemi si vend që aderojmë në Kombet e Bashkuara. Dhe një nga pikat e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, ose objektivi 5, është ai barazisë gjinore, që do të thotë ne nuk duhet i kemi këto problematika. Vajzat dhe gratë nuk duhet kurrësi të penalizohen pse janë vajza, pse janë gra, apo pse janë nëna. Kështu që ne kemi detyrë që dhe ato projekt ligje që shkruajmë, ti mishërojmë në sjelljen tonë të përditshme. Absolutisht. Dhe unë besoj, pra nuk janë të shpeshta, ngjarje të tilla dhe sjellje të tilla, për të mos thënë Shqipëria është e vetmja, është e para. Unë mendoj që edhe uroj që të pasohet nga të tjera, sepse fëmijës i bën mirë, po edhe në punë nuk pengon absolutisht. Në momentin që fëmia është në gjë me nënën e vet, është më i lumtur dhe më i qetë se kudo tjetër të ishte, kështu që qëndron aty dhe nëna aq më tepër me atë shallin të lidhur që ai ndihmon dhe nuk të pengon as duart për të kryer veprimet e tjera, kështu që është diçka e mirë, edhe pse jo, për dikë që e ka të nevojshme, pra duhet patjetër të paraqitet për një detyrë, le të themi, të domosdoshme për të qenë prezente në zyrë, pra kjo është një mundësi dhe kam përshtypjen që nuk do të jetë më çudi herët e tjera. Pra do të kalojë si diçka më e zakonshme, do të normalizohet. Dhe unë besoj që ky është edhe qëllimi, apo jo. Për ta lehtësuar kalimin e gruas nga mëmësia në karrierë ose në punë, ose për të thënë për të bërë të dyja, le të themi, njëkohësisht pa ndjer presionin e zgjedhjes mes tyre. Ne gjithsesi i bëjmë të dyja, pra nuk kanë nëna që në momentin që janë në punë nuk e kanë një fije të mendjes së tyre atje, kurse kur e ke aty dhe nuk e ke mendjen, e ke më shumë te puna në momentin që e ke. Kështu që në këtë aspekt realisht unë shpresoj që pavarësisht se nuk ishte ky qëllimi fillestar, për mua është thjesht një praktikë të cilën unë e kam praktikuar dhe me 3 fëmijët e tjerë, por shpresoj që të jetë një model dhe një tabu e thyer edhe për kolegët e mia më të reja në kuvend, që më vjen mirë që kemi shumë kolege të reja në grupin tonë parlamentar, po dhe në kuvend në tërësi. Kështu që shpresoj që ca gjërat ja kemi shtruar pak rrugën edhe grave dhe vajzave të tjera. Është mirë të japim dorë tjetër. Pa diskutim. Mirë, në lidhje me institucionet shqiptare, si mendon si deputete dhe me rolin që vetë ke, Ilva, në lidhje me atë që mund të bëhet për t'i ardhur në ndihmë dhe në mbështetje nënave të cilat kanë bebet sapo lindura, ndoshta për të përshtatur ambientet e tyre të punës, çfarë mund të ndryshohet në legjislacionin ton për të ndihmuar gruan pikërisht në këtë fazë të jetës, nënat, qoftë ato të përfshira në politik, po edhe në pozicione të tjera publike, sidomos, të cilat kërkojnë edhe një angazhim, le të themi, pak më vizibël edhe më të kontrollueshëm dhe e bën më të detyrueshëm, le të themi, prezencën e saj në situata të tilla. E vërteta është që ndryshime janë bërë në institucionet tona,
Rishtazi, për shembull, ne kemi orarin fleksibël të punës, që do të thotë për të gjithë ata nënat ose baballarët të cilët në mëngjes çojnë kalamajt në kopës apo në shkollë, orari zyrtar tashmë nuk është fiks 8 me 4:30 dhe 8 me 2 ditën e premte siç ka qenë, por është fleksibël, ku është një orar fiks në një orë të caktuar të ditës ku kërkohet që ti jesh në institucion, por ka më shumë fleksibilitet me ndryshimet që janë bërë në ligjin përkatës. Kjo është edhe për ta bërë administratën publike më tërheqëse, por realisht edhe për t'i dhënë mundësi nënave dhe baballarëve dhe ata që janë prindër dhe që kanë në kujdestari më të vegjël, që të mos ndihen të frustruar, pra që nuk plotësojnë dot detyrat e tyre dhe objektivat e tyre prindërore, le të themi. Pastaj iniciativat të tjera të mëparshme unë di që para disa kohësh në moment kur për shembull Lumi Kozeli ka qenë ministre e mbrojtjes. Ajo ka marrë një nisëm shumë të bukur që vazhdon sot e kësaj dite në Ministrinë e Mbrojtjes, ku ka një kopësht të dedikuar për fëmijët e oficerëve. Sidomos dhe me program të dedikuar dhe për fëmijët që kanë probleme si fëmijët autik apo të tjera. Dhe kjo është një sipërmarrje që e ka marrë ajo si ministre. Pra, çfarë bëjnë gratë kur janë në pozicione drejtuese? Krijojnë hapësira që përpunojësit e vet ta përmirësojnë hapësirën e punës dhe mjedisin. Një gjë të ngjashme. Ky është një shembull fantastik edhe një vendim shumë i bukur që zonja Kodeli ka marrë në institucionin që ka drejtuar, po jo të gjithë ndoshta e kanë atë motivimin, se jo gjithmonë kemi drejtuese gra, jo gjithmonë ndoshta janë kushtet ose mund të jetë edhe çështje mundësirash. A mendoj që ndoshta diçka e tillë mund të ngrihet edhe në një nivel legjislativ, le të themi të parashikojë diçka e tillë në këto institucione, sepse do të ishte një ndihmë e jashtëzakonshme. Unë shembuj të tillë kam dëgjuar edhe nëpër banka të huaja, të cilat realizojnë pikërisht këto kopshtet për të ndihmuar nënat të cilat punojnë 8 orë, le të themi, në bankë dhe ndërkohë ngjitur kanë në kopësht fëmijën e tyre. Një kopësht pra i brenda ambienteve të bankës. Tani së pari është, ne shqiptarit kemi një shprehje të bukur që thotë gur bëhet mur, dhe avash pra ka filluar dhe për shumë sipërmarrja që nisma që ka marrë Minja së kohë është një vlerë e madhe, por jam shumë dakord dhe pikërisht ajo na takon neve, tani në këtë mandat na takon që të çojmë përpara çështje të tilla, t'ia lehtësojmë jetën qytetarëve tanë, profesionistëve tanë, që mos të kenë dilema të tilla. Faktikisht më vjen mirë që e cekët në këtë aspekt, edhe për faktin që ne shumë shpejt do sjellim në kuvend, ka ardhur në kuvend, do kaloj së shpejti një ligj për barazinë gjinore që më vjen shumë keq që e dëgjoj nëpër media që antagonohet në një formë shumë të shëmtuar. Faktikisht është mirë të lexojmë ndonjë gërm përpara se të flasim për ligjin, dhe ligji është pikërisht për këtë, për të drejtat e vajzave dhe grave, për kuotat gjinore, të cilat ndjeshëm vendosja e kuotave gjinore për përfshirjen në politikë është ajo që ka sjell numrin e grave dhe vajzave në këtë që është sot. Dhe ky ligj është pikërisht për këtë, për mos diskriminimin e gjinisë femërore, siç ndodh në vendin tonë, për angazhime profesionale apo të tjera. Për shembull, ne sot kemi një kusht për politikën, por nuk kemi një kusht për sektorin privat. Ndërkohë që Qiri propozon që 30% e drejtuesave femra në bordet e kompanive private të jenë gra. Sepse gratë ndodh pikërisht kjo, paragjykohen kur janë të reja se do martohen dhe do krijojnë familje. Pastaj me kalamajt se nuk e marrin seriozisht. Pra gratë paragjykohen në masë. Dhe ligji që ne kemi tashmë në kuvend është pikërisht për ta ndihmuar barazinë gjinore në këtë aspekt. Bukur. Ju punë të mbarë në këtë pikë. Ndërkohë, faleminderit. Nuk folëm për Blinin, si duket Blini, si duket karakteri i tij i vogël tani. Ai sa mund të kesh kuptuar? Blini është, si themi ne që mos i marrim mësysh, se ne mamat i marrim mësysh më shumë, është për mashallah, është një bebe shumë e qetë. Dhe po nuk di të them tani se unë nuk i ndaj dot, i kam të 4 kalamajt e mi dhe unë them që mi ka dhënë Zoti të mirë të 4, po Blini është veçanërisht shumë i butë si fëmijë, shumë i ëmbël. Edhe ta shohim kur të rritet tani. Kur të rritet më shumë do ju a tregoj, po për momentin ne të mirpresim me Blinin në studio. Po një pyetje kam. Blini është me qumëshgjiri besoj apo jo? Tani ca nga këto pyetjet që ne zakonisht i bëjmë të ftuarave në studio, ndoshta mund t'i rezervojmë edhe kur t'jeni këtu, kur do të kemi, se besoj që do e kemi këtë mundësinë të flasim këtu ballë për ballë, por me qumëshgjiri është për momentin?
Blini është 50 me 50 për momentin. Edhe ka qenë pikërisht ky angazhimi im që në disa orë më ka shkuar shumë i gjatë në Tiranë dhe nuk kam mundur, por gjysmë të shpresoj që duke e marrë me vete në këtë periudhë do kemi mundësi ta kalojmë 100% siç ka qenë rasti i motës më përpara. Shumë mirë. Ndërkohë lindja si shkoi? Ishte e lehtë? Unë jam partizane e Spitalit të Shtetit. Unë kam lindur të 4 kalamajt në Spitalin e Shtetit. Ma ka bërë zotin mbar, kam lindur vetë të 4 kalamajt. Edhe më vjen e natyrshme që t'i falenderoj edhe doktorecën edhe mamin që më kanë ndihmuar. Sinqerisht, ndoshta këtë thën kaq kështu duket sikur abuzoj, domethënë, por realisht ka shkuar shumë mirë. Ishte lindje natyrale apo me operacion? Po, natyrale. Edhe të katërt i ke lindur në mënyrë natyrale? Bravo. Po. Edhe një duar trokitje për Ilva Gjuzin sot. Ilva, unë të falenderoj shumë që ishe në lidhje me ne. Jetë të gjatë edhe të bukur, drite pas rrugën Blini i vogël, edhe të falenderoj shumë që ishe edhe për gjithë fëmijët e tu patjetër. Të falenderoj shumë që ishe në lidhje me ne dhe për këtë intervistë të bukur që patëm sot. Të presim në studio rënd tjetër. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim.